1 minutë nga starti, 1 minute. 1 minutë nga starti dhe fillon gara e 83 e ciklistave në Shqipëri. Shkon në 2 sekonda të tregoj ciklistat më të mirë që janë të kombëtarët shqiptarë. Djali është një nga ciklistat më të mirë që ka Shqipëria, nga që la stërvitjen dhe prapë që mirë, po do të kishte 2 milionë euro. Djali këto. Po mos ai kishte lënë 2 milionë euro. Sot janë dëshirë të Skënderbeu dhe ku është ngush me ciklista që më thënë të drejtën duket sikur kanë dalë një Formula 1 se nuk kanë mundësi të jenë biçeta kaq të bukura si këto. Janë shumë të lehta sepse janë me materiale karboni, janë pajisje që kushtojnë sa një makinë. A e kuptoni ju më sa një makinë? Dihet që ciklizmi është një nga sportet më të vështira që ekziston në botë, sepse nuk është si një ndeshje futbolli ku loja zgjat 90 minuta, janë me mijëra kilometra që përshkojnë çdo vit to ciklist, vetëm sot gara deri në Lezhë mund të shkojë gati 150 kilometra. Suksese. Po ta shikoni, ka ciklista që bën kryqin para se të nisen. Të dihet që ciklizmi është një nga sportet më të vështira që ekziston në botë. Një ciklist duhet të bëjë 6 orë të vitin ditë që të jetë, po themi një ciklist mesatar. E jo me ato që shikoni Tour de France. Sugjer, s'kam pa ndonjëri që deu një biçikletë edhe zbuloi dajtin, krapën dhe baldushkun dhe e lanë jo ciklizmin. Kaq ishte video për sot, shpresoj të ketë pëlqyer, shihemi prapë nesër.